Të hënën në Big Brother VIP 4 kishte dasmë. Gjesti dhe Egli u martuan në një ceremoni shumë speciale, me celebrues moderatorin e reality show Ledion Liço dhe me pranin e dy opinionistëve, Arber Hajdari dhe Neda Balluku. Në dasmë morën pjesë dy finalistët e tjerë, Rozana Radi dhe Lajt Vasili, si dhe disa prej ish-banorëve. Ndërsa nën tingujt e muzikës së Remzie dhe Nexhat Osmanit, Gjesti dhe Egli i thanë po njëri tjetrit. Për hir të së vërtetës, dasma doli shumë e bukur dhe të dy i premtuan njëri tjetrit dashuri. Por një ditë pas dasme, Gjesti e hoqi unazën, gjë që e mërziti dhe zhgënjeu tepër Eglin. Dhe si duket kaq ishte paqja mes tyre. Ditën e djeshme ata të dy kanë bërë një debat. E kam jetën të tmerrshme jashtë. Një femër si ti nuk mund të më duroj as 2 minuta. Kaq. I bie pishman që të kam njohur, shumë jam pishman që të kam njohur. A dëgjove? Me ty më as jashtë, as brenda, as kur gjo. Kur hiq, sa po të dal, blok e ke nga unë. Sepse ti një masazh të thash të më bësh dhe u zgjove të bësh filma, i ka thënë Gjesti Egli. Je djali më i paedukat që kam njohur, ja ktheu Egli.